Të nderuar shikues, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt dhe siç e thash, ndrojmë komplet temën e informacionit ton duke ardhur në Ballkanin Perëndimor dhe më konkretisht në Kosovë. Tërhoqi vëmendjen rrëmbimthi deklarata e kryeministrit e Republikës së Kosovës, apo më saktë një njoftim i tij në rrjetin e tij social në Facebook, kur deklaroi: dron të tipit kamikaze, ready to fly sky dagger, janë dron ushtarak të pajisur me mjete shpërthyese me qëllim goditjen e objektivave lëvizse dhe statike të armikut. Kryeministri Kurti tha se me këtë sasi të konsiderueshme dronësh që kanë ardhur në Kosovë, ne do ta ngrejmë dhe shtojmë fuqinë goditëse të ushtërison me qëllim ndërtimin e një force të aftë dhe koherente me zhvillimet e reja teknologjike dhe taktikat e luftës bashkohore. Për ta bërë këtë bisedë, në këtë gjysmore na janë bashkuar dy panelistë. Në lidhje direkte nga Prishtina është eksperti i njohur i çështjeve të sigurisë, zoti Bedri Elezi. I dashur Bedrit, falenderoj që gjete kohë. Përndet gjithashtu për ftesën. Doja opinionin tuaj, sa të rëndësishme dhe çfarë peshe kanë këto dronë të ri Sky Dagger, që me cilat pasurohet arsenali ushtarak i FSK-s në qëllimet e veta në këtë situatë goxha të nxehtë rajonale por edhe globale. Përndet shumë. Në kuadër të strategjisë për siguri 2018-2028 ishte parapar në këtë 10 vjeçar ishin parapar disa hapa deri tek pajisja me armatime të rënda për Forcën e Sigurisë Kosovës dhe tani ishte koha kur në qeveria e Kosovës kishte nënshkruar, përkatësisht Ministria e Mbrojtjes kishte nënshkruar kontratë me kompani turke sa i përket sjelljen e dronëve për shihet dhe dronët kamikaz, të cilët së fundi kanë ardhur dhe janë pjesë e kontingjentit në ardhje që do të përfundoj në vitin 2028, ku ka dhe pajisje të tjera që janë akoma më të rëndësishme sa i përket organizimit të mbrojtjes. Në fakt, në këtë situatë ku Kosova dhe gjithë globi po ballafaqohet me një luftë, mund të them, hibride, e keni parë se ka pas cenim sigurisë ajrore në Kosovë nga dronë, cilët dyshohet se kanë kaluar përmes Serbisë në brenda territorit të Republikës Kosovës, por që nuk konfirmohet nëse të njëjtit kanë pasur mjete zjarri dhe se besohet që vetëm se kanë kryer operacione duke xhiruar zona të caktuara, përkatësisht kanë xhiruar burgun e sigurisë së lartë, bazën kryesore të Forcës së Sigurisë Kosovës dhe KEK-un, domethënë Korporatën Energjetike të Kosovës. Prandaj në këtë situatë kur Kosova realisht është para një situatë mjaft të rëndë, kemi pasur shumë arrestime për spionazh, ku dihet se njëra nga kampionet për luftën hibride është spionazhi, dhe në këtë situatë ku Kosova ka nevojë shumë për këto lloj armatimesh, po zbatohet, mund të themi, strategjia e sigurisë, e cila parashah edhe armatime të tjera, përfshi edhe mjetet e tjera ajrore, siç janë helikopter, për të cilat qeveria amerikane vetëm kishte deklaruar që së shpejti do të kemi helikopteret Black Hawk, të cilët janë të rëndësishëm për institucionet e Republikës Kosovës, përkatësisht Forcën e Sigurisë Kosovës. Po. Paneli ton i bashkohet nga Lugina e Preshevës edhe kolegja ime e respektuar Ardita Beluli. Ardita, të falenderoj. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Ardita, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e kritikon ashpër Turqinë, duke thënë se është i tmerruar nga sjellja e këtij vendi dhe ka konsideruar se ka shkelur kartën e Kombeve të Bashkuara. Ai thotë, tani është plotësisht e qartë se Turqia nuk dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe është duke ëndërruar sërish ringjalljen e perandorisë osmane. Ka qenë ky një nga reagimet, sepse pati edhe nga shefi i shtabit të ushtrisë së Serbisë një reagim akoma dhe më të ashpër. Pra, doja t'ju pyesja, si shpjegohet ky përkeqësim kaq i beft i raporteve për të cilat presidenti Vučić është kujdesur që me Turqinë t'i ketë shumë të mira? Po, presidenti Vučić në një deklaratë publike që ka bërë dhe profesor institucional të Serbisë, fillimisht Vučić pretendon që furnizimi i dronëve kanë më shkel të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, po ashtu edhe vetë presidenti Vučić në deklaratën e tij thotë se kemi një paralajmërim të destabilizimit të Ballkanit dhe për qëllime gjeopolitike. Presidenti Vučić ka folur edhe për pasojat që do t'jenë të ardhme se përket marrëdhënies mes Serbisë dhe Rusisë,
në Serbisë dhe Turqisë nëse furnizimet vazhdojnë. Presidenti Vučić ka qenë shumë i zëshëm duke kërkuar që edhe autoritetet ndërkombëtare të ndërhyjnë për të respektuar marrëveshjet ndërkombëtare dhe gjatë deklaratës së tij Aleksandar Vučić ka folur edhe për implikimet dhe çështjet që i kanë ngritur dhe i sheh furnizimin e dronëve si një pjesë të militarizimit të Kosovës që sipas tij mund përkeçojë edhe tensionet. Po ashtu presidenti Vučić kërkon vedije për reagime të ndërkombëtare dhe ndikim që mund të ketë kjo në marrëdhëniet rajonale, sidomos me Turqinë dhe vendet perëndimore. E dim se Aleksandar Vučić furnizimin e Kosovës me dron nga ana e Turqisë do ta përdor këtë çështje edhe në arenën ndërkombëtare, për këtë kanë paralajmëruar përfaqësues të ushtrisë serbe dhe vetë presidenti Vučić, por ai këtë karem do ta përdor për të forcuar edhe pozicionin e tij diplomatik dhe për të kërkuar mbështetje nga Rusia e Kinës. Mbaroje mendimin, të lutem. Po. Reagimet e presidentit Vučić mendojmë se në këtë momentum, nëse bëhet një analizë, janë kryesisht motivuara politikisht dhe ato synojnë që të ruajnë imazhin e Serbisë si një garant i paqes, çdo herë duke u sjellur kërshi shteteve të cilat pak lëvizin pozicionin e Serbisë duke luajtur rolin e viktimës. Ne shohim se furnizimi me dron nga ana e Turqisë se përket Republikës Kosovës e ka kundërshtuar fuqishëm presidenti Vučić dhe kjo ka ngritur zërin edhe tek media dhe tek shoqëria civile, ku në një moment kërkon edhe mobilizim edhe të atyre që mendojnë ndryshe në Serbi, sepse thot Serbinë dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor po e pret një destabilizim i ashpër për cilat po jep paralajmërime Kosova dhe shtetet që kanë mbrojtur shtetëformimin e Kosovës. Po. Eduard, doja një opinion nga ju duke qenë se e njihni mirë politikën e jashtme turke. Çfarë ndjesie krijoi, sepse nuk e di, në opinionin publik dhe në media, ky fakt, sepse autoritetet turke, pra autoritetet zyrtare, Ministria e Jashtme, i është kërkuar nga shumë kanale televizive të japin një prononcim për këtë reagim të presidentit Vučić, por nuk është artikuluar. Por qasja juaj, si e cili është reagimi në opinionin mediatik turk për sa i përket kësaj lëvizje, dronëve Sky Dagger që mbritën në sasi të konsiderueshme dhe që nuk janë të parët pas dronëve Bayraktar që mbrin në Republikën e Kosovës? Shiko Franco, çështja e armatimit të shteteve të Ballkanit nuk është e para Kosova që po e bën këtë hap, domethënë. Kosova në fakt po bën të drejtën e vetë Zotit që ka për të armatosur dhe për të mbajtur lirinë e saj, domethënë, për të ruajtur lirinë e saj. Edhe Serbia ka bërë më parë këtë dhe nuk ka patur kaq zhurmë të madhe domethënë në publik. Dihet që armatimet kineze, armatimet ruse kanë ardhur në Serbi dhe askush nuk ka folur për këtë, sepse ne po jetojmë në kohë të cilët shtetet po armatosen dhe për fat keq, kjo është për fat keq vallai që shtetet në vend që ti kushtojnë në rëndësi ekonomisë, domethënë edhe domethënë le të themi mirëqenies, kanë filluar të investojnë në shumicën e kapitaleve të tyre dhe Europa, po themi këtu, dhe Perëndimi ka filluar të investojë fort në ushtri dhe kjo nuk është shenjë mirë me të drejtën. Ajo që bëri Turqia me Kosovën që i dha dronët, ajo në fakt Turqia gjithmonë ka qenë për gjithë këtë periudhë kohore, domethënë kohore në kohën edhe të Republikës Turke, që nga fillimet e saj deri tani, Turqia ka patur shqiptarinë, le të themi, nuk po them vetëm Shqipërinë, por edhe Kosovën, por gjithë shqiptarinë, madje edhe Bosnjën, e ka konsideruar familje, ka konsideruar vllazëri, ka konsideruar pra ndajmë të njëjtat kultura, ndajmë të njëjtat ndjeni besim, ndajmë të njëjtat tipare si popull. Dhe kjo çështje domethënë ka bërë që Turqia menjëherë duke parë rrezikun, pikërisht si shtatë generali parafolës në që tha inteligjenca e cila është edhe vendimtare në fakt në këto momente shumë kritike, Turqia ka parë atë që ne nuk e shohim.
Dhe për këtë arsye edhe ka shtuar, domethënë e ka përshpejtuar atë kontratë, zhvillimin e asaj kontrate të Armatosit, sepse ka parë që do të ketë domethënë ngacmime dhe provokime të Serbisë. Dhe ky është një mesazh turk që në Ballkan Serbia nuk mund të veprojë asnjë gjë nëse nuk merr leje nga Turqia. Dhe aty në Ballkan, patjetër që kështu do të jetë, patjetër fjala e parë që do të dëgohet aty domethënë është fjala e Turqisë. Pavarësisht se ne mund të themi që shikoj edhe këto e politika vendore dhe ne i respektojmë, jemi e duam atë tonë, e duam Kosovën, është atë për ne, por duhet dim diçka që në rang makro, pra për Ballkanin krejt, Turqia sheh Ballkanin krejt si zonë të influencës vet, dhe nuk lejon kurrësi që dikush tjetër domethënë të ndërhyjë në këtë pjesë. Edhe një pyetje të fundit para se të falenderoj Eduard. Ajo që tërhoqi vëmendjen është që komandanti i trupave të KFOR-it do të jetë sërish turk dhe i njëjti komandant që ishte përpara se të vinte komandanti italian. Rikthehet pra i njëjti komandant dhe sërish turk. Ne kemi thënë dhe në herën e kaluar nëse s'gaboj që çështja është se ka një marrëveshje domethënë ndoshta pa fjalë, por në fakt nuk është pa fjalë, është bërë me zë në fakt. Ne kemi dëgjuar prej Trumpit vazhdimisht që e përmend Turqinë si një shtet shumë serioz dhe një shtet shumë i fuqishëm për t'i besuar atij, sidomos në rajonin e linjës mesme, por edhe në Ballkan. Dhe në këtë aspekt Turqia ka përvojë të mirë dhe për këtë arsye që edhe amerikanët vetë kanë kuptuar që Turqinë më mirë ta kesh afër se sa ta kesh kundër. Dhe në rastin konkret i kanë thënë ata që me që ju keni pikërisht interesat tuaja të mbrojnë popullin shqiptar dhe popullin bosnjak edhe sigurisht, sepse më parë ka patur dhe një lloj ndërhyrje të Turqisë për shurën një konflikti edhe në Bosnjë. Pra, mendoj se është rënë dakord që çështja e Ballkanit i lihet në dorë Turqisë dhe fjala e parë dhe e fundit do mund të jetë fjala turke. Unë kështu e mendoj që është, në fal nëse dikush tjetër që e mendon ndryshe. Jo, absolutisht. Unë falenderoj që ndave me ne opinionet për sa i përket krizës në linjën e mesme dhe për këtë temë vërtet interesante që prek direkt Kosovën dhe shqiptarinë. Jam shumë mirënjohës. Respekte. Jeni për pyetur gjithmonë. Falenderoj. General, opinioni juaj për këto dron kaq të rëndësishëm, por që nëse mund të përdor fjalën e pickoi kaq fort presidentin Vučić? Jo vetëm presidenti Vučić, po cili do shtet në rajon ja kërkon pozicioni që të ketë një reagim të tillë për të kënaqur mbase edhe pak orekset dhe për të shuar revoltën e disa radikalëve që për fatin e keq të Serbisë, por dhe tonën rajonin e Ballkanit ka me shumicë. Dhe në këtë kontekst kam bindjen që ishte e pritshme një deklaratë e tillë dhe një reagim i tillë në vazhdën e qëndrimeve të herpashershme të presidentit të Serbisë. Sa të rëndësishme janë këto drone për ushtrinë e Kosovës? Çdo lloj force e armatosur si një nga shtyllat kryesore të ekzistencës së një shteti dhe të sigurisë së tij, të tërësisë territoriale, por edhe të parapritjes së të përballjes me rrezikë dhe rreziqe të ndryshme që mund të jenë e mund vinë nga format ndryshme, kam bindjen që edhe Republika e Kosovës dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë ndërtuar dhe hartuar tashmë një strategji të sigurisë së Kosovës, një strategji ushtarake dhe një plan afatgjatë të zhvillimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Në vazhdimsi nga momenti kur para 17 vjetësh mos gabon Kosova u shpall republikë, ata hap pas hapi kanë ndërtuar dhe kanë ndjekur diagramën e zhvillimit dhe të rritjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe të kapaciteteve të saja për të mbrojtur tërësinë territoriale të Republikës së Kosovës. Në këtë kuadër, një nga shtyllat kryesore qendrore mendoj unë është modernizimi. Pas nënshkrimit të marrëveshjeve, si çdo shtet bën nëpërmjet përfaqësuesve diplomatik që ka jashtë që janë atë shet ushtarak, i kanë prezantuar dhe kanë përgatitur kushtet që me Turqinë vitin e kaluar Republika e Kosovës dhe qeveria e Republikës së Kosovës të nënshkruajë një marrëveshje ku të sigurojë një numër paktën tani për tani 16.000 dronësh kamikaz ready to fly. Po.
Ajo është një pjesë, një pakete të planit siç kolegu jon nga Kosova e përcaktoi, afat mesëm të zhvillimit të Forcës Sigurisë Kosovës nga 2022 deri 2028. Do të ketë edhe të tjera që lidhen me modernizimin, dhe kjo është domosdoshmëri, do thosha unë, për t'u përgjigjur të gjitha kërcënimeve dhe rreziqeve në rajon, për sa i përket dhe modeleve të luftrave që ne presim. Pra, një luftë klasike dhe në front, një luftë hibride, apo forma të tjera të cilat tashmë na janë shfaqur nëpërmjet konflikteve që i kemi të hapura. Qoftë ajo në Palestinë, qoftë ajo edhe sidomos ajo Rusi-Ukrainë me ku dronët po luajnë protagonizëm të jashtëzakonshëm. Kjo është ajo pjesë që i jep një farë sigurie në vetvete Forcës Sigurisë Kosovës, dhe jo vetëm por popullit të Kosovës, që lidhet me sigurinë e saj dhe të rujtës dhe tërësisë territoriale toksore. Natyrisht ne kemi dhe strukturat të tjera, siç është një nga cilat është KFOR-i, janë edhe EULEX-i, por forcë e parë në rast kërcënimi dhe reagimi të drejt për drejt kushtetuta një forcën e sigurisë së Kosovës. Të tjerat janë ndihmëse me mirëkuptim e nënshkrim marrëveshjes, kur qeveria e Kosovës ta kërkojë një ndihmë. Nuk mundet pra KFOR-i, pavarësisht se është një strukturë vërtet është forcuar, duke parë situatën e sigurisë Kosovë, është forcuar në numër nga vendet pjesëmarrëse, por dhe nga drejtuesit e kësaj force, por gjithsesi nuk mundet dhe nuk i lejon hapësirat ligjore të shtetit të Kosovës që ajo të veprojë si forcë e parë. Ajo është në ndihmë, në mbështetje, kur qeveria e Kosovës të ketë konsumuar forcat e saj dhe atëherë kërkon domosdoshmërisht ndërhyrjen, mbështetjen dhe ndihmën e saj. Kjo do të ndodhë në vazhdimsi, modernizimi dhe për fatin ton do thosha nga një anë të mirë se gjithçka është e lidhur me sigurinë, por nga ana tjetër që do doj një kosto që do t'ja heq degëve të tjera përfshi dhe ekonominë e një vendi dhe do shkoj një buxhet jo i vogël deri në vitet 30 parashikohet të çdo shtet ta ketë 5%, jo i vogël për një nga shtyllat kryesore të sigurisë së vendit që është forca armatosur me gjithë komponentët e saj dhe një nga kryesorët është modernizimi i forcës së armatosur. Sepse pa patur mjetët dhe teknikën e teknologjinë ushtarake bashkohore, nuk mund t'i përgjigjesh forcës tjetër përballë e cila po armatoset fort. Asnjëri nuk flet ose më saktë nuk habitet, ka drejt mos të habitaj sa është presidenti i Serbisë, se çfarë ai ka bler, ka marrë dhe ka prodhuar në vazhdimsi në raport me buxhetin e vendit të tij që sa i ka kushtuar mbrojtjes. Pra mbrojtje që në një farë mënyrë ai nuk do përdor për mbrojtje, kurse ne dhe shqiptarët në gjithë rajone kudo në histori kanë treguar që nuk kanë sulmuar në shtet. Ne thjesht dhe vetëm kemi mbrojtur interesat tona dhe qytetarëve tanë. Po. Zoti Elezi, doja një pyetje të drejt për drejt për sa i përket, e përmendi generali, shtimin e ndjeshëm të buxhetit për blerje armatimesh. Por pyetja është e drejt për drejt për sa i përket armatimit që është siguruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në këtë kohë paqartësisht të raporteve politike në kuadër të ndërprerjes së dialogut strategjik e tjerë. Dimensioni ushtarak, si do ta përkufizonit ju mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po, përkundër raporteve jo në nivelin e dur dhe politike mes Kosovës dhe SBA-s, ajo ushtarake ka vazhduar, mund të theme madje ka një performancë edhe më të mirë që shkon nga viti në vit dhe rritet. Ka disa lloje armatime që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pako të armatimeve që kanë sjellur dhe po sjellin në Kosovë, që në fakt nuk janë ndarë me publikun pikërisht për shkak të akuzave në lidhje me shkeljen e mund të them normative ndërkombëtare siç është edhe rezoluta 1244, si dhe marrëveshjeve në lidhje me armatosjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Unë duhet përmend një fakt që është shumë e rëndësishëm. Kosova ka Javelin, raketat të cilat janë antitank, po aq sa tank ka Serbia, dhe nëse morrim parasysh formën e lëvizjes që një tanku në drejtim të një zone të caktuar dhe mundësinë e avgjesimit me një prerje në raketës siç është Javelin, atëherë siç e tha generali, një lloj modernizimi që parë nga kostet financiare kanë dimensione të ndryshme, por parë nga aspektet operative kanë, mund të themi, paraspesh. Dhe duhet përmend edhe një çështje që është shumë e rëndësishme, investimet në fushën e inteligjencës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës më shumë janë koncentruar tek përgatitja e strukturave në çështjet e inteligjencës dhe posaçërisht tek çështjet e komunikimit, sepse në situata të tilla shumë e rëndësishme është marrja dhënia, përpunimi, kualifikimi dhe klasifikimi i informacioneve. Në këtë aspekt besohet se Forca e Sigurisë së Kosovës është njëra ndër strukturat ushtarake thujase më të përgatitura në rajon sa i përket pjesëve të inteligjencës. Janë dy struktura ushtarake brenda Forcës së Sigurisë së Kosovës, S2 dhe G2, të cilat besoni që kanë një performancë të jashtëzakonshme dhe të gjitha trajnimet i kanë të përfunduara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lejoni vetëm një koment të vogël në lidhje me reagimin e presidentit të Serbisë sa i përket çështjes dronëve të fundit ready to fly. Shqetësimet e Vučić besoni që nuk janë aq shumë tek dronët, për shkak se kjo ishte e pritur vetëm se është përshpejtuar dikon 2 muaj para kohe kanë ardhur dronët, por shqetësimi është diku tjetër. Angazhimi i 3 çështje që pengojnë faktikisht Vučićin. Ardha edhe sërish në një, mund të themi, në një situatë jashtëzakonshme, rikthimi në krye të KFOR-it një ushtaraku nga kontingjenti i ushtrisë së NATO-s nga Turqia, çështja e komunitetit musliman në Novi Pazar dhe Sanxhak është një problem sepse Vučić ka pritur nga momenti që ta kritikoj apo të rëndoj marrëdhëniet me Turqinë, duke konsideruar se struktura speciale të inteligjencës turke kanë deportuar brenda disa zonave në Novi Pazar dhe Sanxhak, madje ka dërguar një shkresë ku mendohet se pjesëtarët të KFOR-it, se ishin anëtarë të NATO-s, ishin parë në 2 xhami të ndryshme. Ta kemi parasysh një fakt. Serbia mendon që mundësinë për ta përdorur partneritetin me Rusinë për daljen në Adriatik do ta ketë pikërisht pjesën nga mund të futet në Malin e Zi, se një vend me situatë të brisht dhe të hap korridorin cilin e ka bllokuar NATO përmes antarësimit të Malit të Zi. E keni parë se edhe veriu i Mitrovicës, i Kosovës, Mitrovica, 4 komunat janë aq të lidhur në ngushtë me Serbinë, sepse dëshiron që ta vendosë një morë ku do të pozicionon forcat e saj në rastin e nevoje për të dalë në Malin e Zi, për të përdorur ato rrugë dhe faktikisht angazhimi i NATO-s dhe kthimi i një generali i cili po duket që ka në programin e tij një qasje ndryshe sa i përket shtrirjes së aktiviteteve të tij në raport me Novi Pazarin dhe Sanxhaku. Ju kujtohet se rrjedhja e disa informacioneve për Kosovën u konsideruar se janë bërë pikërisht nga komandanti i KFOR-it asaj kohe, tani sërish komandanti turk Utullah, i cili do të vëjë edhe për një mandat një vjeçar KFOR-in si një strukturë më e fuqishme në rajon sa i përket angazhimit ushtarak. Zoti Elezi, shumë mirënjohës për kohën dhe opinionet që ndat me ne. Shumë mirënjohës. Jenë të dobishme këto diskutime. Falenderoj. Ndërkohë, Ardita, jam në fund të emisionit, por doja një pyetje që shkon përtej kësaj teme. Një qetësi përpara stuhisë së nëntorit në Serbi lidhur me protestat dhe situatën që ne e kemi analizuar në detaje në Balkan Talks, pra protestat popullore pritet që në nëntor, me rastin e një viti të ndodhisë Novi Sadit, të mund të shpërthejnë? Po, tani më të gjithë studentët po marrën në këtë periudhë kohore me punët administrative, me gjatë shumica e atyre që kanë bllokuar rrugët e Serbisë, sipas urdhrit të Ministrisë së Arsimit, do ta humbin vitin e tyre akademik dhe kemi paralajmërime nga grupet e studentëve se protestat do të vazhdojnë pas muajit tetor, po bëhen të gjitha parapërgatitjet dhe nëntori sërish do të jetë i zhurmshëm. Për ditën e nesërme, presidenti Vučić me elektoratin e tij do ta kenë një tubim madhështor, kam paralajmëruar tubim ky që ndoshta do të jetë një kundërpërgjigje ndaj bllokaderëve siç i quan ai, por në anën tjetër presidenti Vučić thotë se tubimi do të jetë në përkraje të serbëve që jetojnë në Kosovë dhe listës serbe për të mobilizuar serbët, për të motivuar për ditën e dijet. Qartë. E dashur Ardita, shumë faleminderit për kohën dhe opinionet që ndave me ne.
Të falenderoj. Faleminderit. Faleminderit. General shumë mirënjohës që erdhët në studio. Është gjithmonë privilegj prania juaj. Kënaqësi, faleminderit ju. Faleminderit. Të nderuar shikues, ky ishte emisioni Balkan Talks për ditën e sotme. Takimi i radhës është nesër në orën 18, por ndryshe nga emisionet Balkan Talks të zakonshmet, emisioni nesër do të jetë në orën 18 drejt për drejti nga Prishtina. Deri atëherë nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.